Përshëndetje! Sot do t'ju tregoj edhe një recetë të japrakut, po kësaj radhe do t'a përgatis me gjethe të lajthisë. Përbërësit që na duhen janë gjethe të lajthisë, gjys kilogrami mish viçi, është mish i coptum që e kom coptu me thik, imt, 6 qep, 1 tub kopër, kryp, biber, vaj ullini, 250 gram oriz, edhe kamona u dasht edhe ujë. Gjethet e lajthisë duhet të jenë të reja, dhe koha më e mirë është që të këputen në muajin maj. Po tash, pasi që jemi në mes të qershorit, unë këto gjethet të reja i kom gjetur në degët e reja që kanë dalur në fund të trungut të lajthisë. I lajmë gjethet. I lani kështu edhe ja hekni këtë bishtin. Gjethet e lajthisë që i kom pastru i hedhim në ujë të vluar që mi zi diku 5 minuta. Me që jashtoni edhe do ujë nëse keni nevojë, që më zi ma shpejt e ma lehtë. Edhe i lejmë tash muftof. Tash e përgatisim qepën. Edhe e qesim vaj ullini. Nëse se pëlqeni vaj në ullinit, mundeni me përdor vaj lule dielli. Edhe qesim qepën. E përgojmë kështu deri sa të skuqe qepa. E lajmë koprin. Tash e coptojmë. To bishtat e trash i hekem. Këto i gjujmë. Edhe tash kështu e coptojmë.
E lajmë edhe orizin. Tash po të skuqet qepa, ja e qesim edhe mishin. Tash i qesim krypën edhe biberin. Krypën t'ja qes 2 lupë mesme kryp. Edhe 1 lupë mesme t'plot biberzi. Përzim. E provova, ka nevoj me qitë edhe pak kryp e pak biberci, kështu që gjithmonë provojani dhe këshurni si pas dëshirës t'ju sa do një me qitë. Unë e pjaqes edhe 1 lupë të rapsh të lupës të mesme, edhe biber njejtë. Edhe tash ja qesim edhe kokrën. Edhe orizin. Edhe i përzim krejt bashkë. Tash i kemi përzi krejt përbërësit, e nalim t'jarmin, edhe e lejmë pakës smurtohet. Tash e pështjellim japrakun. Mishin e qesim gjithmonë në jo anën e vizlushme, po në anën tjetër. Ka 1 lugë e qesim. Edhe i pështjellim. Kjo është tenxherja ku do na mizi, qesim pak pajullini. Edhe ja qesim do gjethe. Një bazë për ja nis me palu japrakun, që mos mund gjitë kur zihet. Mundeni me qitë edhe patate që doni, sikur se në videon e japrakut, po kom gjethe, kështu që du me qitë gjethe. Edhe i palojmë afër, nuk lejmë hapësirë mes njëna tjetrës.
Që pak po e lini. Edhe mundena mi aqit. Edhe do gjethe për mi. Tash i qesim ujë. Këtu kom 1 litër ujë. Pak. Këto të kena qitë derisa të mullohet pakës me ujë. Qash që s'ka nevoj ma shumë, me këqyrim ma vonë që ka nevoj mi shtu. Tash këte e qesim në temperaturë të ullt, e ndezim zjarmin në temperaturë të ullt, e qesim kështu, jam e msheli me kapak, edhe e lem me zi. Tash 2 orë e 15 minuta ja praku ka zinë, temperaturë të ullt, e nalim zjarmin. Qysh e dim kur është gati, një e kem provu, një ma herët, edhe uji kur të shteret. Do të të ullohet krejt. Do s'ka moj, veç baj. Ja pra, kjo ishte receta e japrakut me gjethe të lajthis. Faleminderit shumë për vëmendje, mirupafshim në videon e ardhshme.